e për rëndësishme se kemi pa këto 2 herët e fundit që realisht rezultatet janë certifiku edhe janë pranu në letër, po përbrendësimi i humbjeve nuk ka qenë si i keli mbyllën e humbësit e zgjedhjeve 2 herët e fundit. Thot, si pasoje mos pajtimit me humbjen, sjellja politike e kujt? E partive që humbën. Ata që i kanë pas ka 20, 16, 13, asaj pa të sjellja atyre ka... E ju me 51%... Shiko, zero. ai që humb duhet me pranu me njëherë humbjen, me u pajtu. Me pranu rezultatet dhe me u pajtu me humbjen janë 2 gjëra të ndryshme. Habit në dhe mirë bolë që për shfrytëzoni që për hanë popullit nuk duhet, shiko, ma rëndësishme është me u pranu humbja se rezultate. Me 51.18% e për rëndësishme u pranu si koncept edhe si disfat demokratikisht e qarë. Unë e di që ti pajtu është qëllim të thonën e shumë mirë. Jo, ja pajtu është plëtë. Unë e s'kam nevoj më pajtu që i kom menime këtë mijat, po... 51.18%. Po shiko, duhet paku që partit përballë, cila 2 herë nuk u pajtua. Shiko, pse s'u pajtuan me humbjen? Se ti u mbajtën Kush pajtohet me humbjen? Kush pajtohet me humbjen? Jo, ma pajtohet kur kryet ndeshja, pajtohet. Se s'përi luën ndeshje tash kampionat. Jo. Rezultati... Ata u ofrun, 2 partit u ofrun. Luën tjera, tani edhe ti për të Tana partit janë ofru Albin Kurti ndeshjen e lujtëm 3 herë. Po presidentin. Ta shiko, herën e fundit, veç që një rast konkret, se kom qef mi imazhu, mi pasi skenar në ngjarjet. Zgjedhjet e fundit ndodhen në dhjetor. Dhe... Teknikisht para fundit jenë të është. Po, të para fundit. Kanë fajse qatë shumë zgjedhje kanë ju kanë përzi. Edhe, shiko, hipotetikisht, le të themi që po ta kishte pas zonja Osmani edhe 1 vit mandat. A mendoni ju që sjellja e partive në opozitë do kishte qenë e njëjtë? Jo. Duke di që deadline-i presidentit erë si bonus këtu. Po s'është më rëndësi. Jo, është shumë më rëndësi. Jo, është shumë më rëndësi. Shiko, ti humbë zgjedhjet këtu dhe pastaj rastësisht përputet kalendari dhe thu, merr një shans i papritun, qytetari më tha jo, 2 herë, po e shfrytëzoj tash si mekanizëm presidentin që me marrë diçka pas janë kryt 2 zgjedhje. Është i papritun shansi super i pritun ka qenë, krejt e kena ditë kur i s'ka dhe mandatin. Po kalendari përput. E pret kalendarin në 28 dhëtorit jo. Pse e koordinut kalendarin, mas i përdojnë për kalendar? Pse e koordinut datën? Unë së besoj që është koordinut. Që vjosa ja u mundësej. Ja u mundësej që vjosa. Ishtë presidenti ja është punesaj, unë mendoj që kalendarikisht është lidha jo datë, edhe mirë që ajo datë ka përku me prezencë më të madhe diasporës këtu, të mërgatës, mirë që ata njerëz marrin pjesë dhe janë pjesë e jetës, jo veç politike, se njerëz mendojnë që janë veç me komente në Facebook, jo. Ata janë njerëz që i kanë rindërtu Kosovën, mbajnë Kosovën këgja shumë. A janë vishtjoft ata, janë edhe... Gjitha partive. Dhe gjitha parti duhet me pas respektin e njëjtë ndaj tyre. Nuk duhet me i lidhë gjanat me ta, as për mirë, as për kesh. Duhet veç me i konsideru si pjesë e blokut qytetar dhe kombëtar të këtij vendi. Nëse bjen LDK-ja si opcion, bazun ato që u tha në analizë dhe në ato që është ka del informat orëve të fundit, a i shdosh me pas plan B, a e të më zgjidhje prapë? Shikoni, ne i kemi numrat si që kanë pa gjithë, për me formu qeveri. Në më thonë, numrat janë, me u zgjedhë kryetare, Zdia i keni edhe. Po, për që po supozojmë që merë një vesh me krejt, me... I kanë 3 deputet. Komunitete jo shumicë. Edhe... 53 i kanë. Po, 53. I kemi numrat, kalojnë. Bëhet kërësia ku vend, kryetare, gjitha, qeveria. Dhe pastaj vim aty në atë pikën ku kemi qenë pra disa mujve. Normalisht, në bas asaj që unë e kuptoj, dhe asaj që kemi pa për cilë gjithë, dhe duke ditë që vullneti njerëzë u shpret 3 herë radhazi, duke ditë që në këtë rast LDK dhe parti tjera nuk është që e bën ndryshimin apo e binden një mas të shtumet njerëzve që me ndru kaje, atëherë logikisht LDK-s mëse mirë do t'i binte të bëj pjesë e gjësë publike, demokratike, që janë institucionet, nëse merë